2 milion nuk janë dalë. O mirë, be, Mos i qita nën që... Po mendon që s'ka ndodhë zgjedhjet heq. Ka ndodhë, Zgjedhjet ka ndodhë, vullneti është i qartë. Ta që kanë abstenu, e pojshin me shnet. Kur kush s'pe flet një vërtet madhe, Zoti Kraku, një pyetje direkte për ty si deputet i votuam në 17 që je hyp. Sukses. Po faleminderit. Me meri. Që si këshyra life score-in unë, okej, nëse është 17, alame. Cila është vota jote edhe cila është ideja jote për vetë menaxhimin? Për vetë menaxhimin, Komuna veriore. Ja, s'është i komunave, është i komunitetit. Komunitetit, po. veç me dy fjalinë se. E para, kam thonë edhe një televizion tjetër, ajo që duhet me përsëri njerëzve shpesh, është kjo. Marrëveshja, unë kam qenë për atë Brukselit dhe aneksin e Ohrit. Se unë mendoj që çka i paraprin pikës 7 aty e 8, është masive. Lëshimi më i madh që Serbia ka bo këto vitet e fundit, se ka pranu me mshel të pamen. Dhe me konsideru që territori... Se Glauku nuk po thot që to që po thot. Veç pak. Tash, ajo që është universalisht e ditën deri sot, pavarësisht ka qarkullon aty këto, është kjo. Përveç asaj fjalije në tekst që ju referove ti, deri sot, momenti që po flasim, nuk ka asgjë konkrete rreth formatit të asaj instance, kompetencave, organizimit, formulës si do jetë. Apo kupton? Ajo është fiks koncept. Ajo është e shkrume, bre? Jo, s'është e shkrume. Ja, po, e pranume. Jo, unë po të shqipjëm të fort. Aty është ideja. Po konkretisht, aty ki po që thoi njerëz, asociacioni, statuti i BE-s, aty e në propozime, nesër, se cilit mundet me na quna i propozim neve, edhe i dirama pa quni i propozim. Edhe një aneksin i marrëveshje janë dy, janë përcaktuar me po s'ka aty format, jo nuk ka aty, nuk dihet si do jetë. Aty s'ka fjala asociacion, shkut fjala vetë menaxhim, dhe përveç asoj fjalije, nuk ekziston as një tekst, as një artikull, as një nen, as një format, si do jetë, e në qëfar formatit e jetë. Sot jetë kjo këtë qarë. Të obligon me zbatuta në marrëveshje të Shiko, tani kjo diçka tjetër. Pret, leta përfundon, po veç... Tani kam bet me usqaru kjo. Me usqaru, si me usqaru? Me usqaru në përputhjet plot me normativën tonë këtu, rregullin kushtetues. Pse s'e kanë gjykatë kushtetues? Kënë me e qu. Drafti që është propozun nga dikush tjetër. Shiko, unë s'muj... Pse s'ke Shiko, jeni duhet me dalë prej asoj logjikës. A përmendet gjykatën speciale ma herët. Unë kam qenë kunder prej fillimit. Kam shkru me 10 tekste kunder. Edhe, shiko, njerëzit nuk e kanë kuptu një gjë bazike. Kur nuk je pjesë e një institucioni ndërkombëtar, një organizate, çka thuhet aty, nuk t'implikan. Sikur je ekip në ligën e dytë, vendoset ligën e parë, ty s'je pjesë e ligën. Kush e ka bën këtë marrëveshje dhe kush e ka pranuar këtë marrëveshje? Nuk je antar i Këshillit të Evropës. Veç pak, se unë kam kështu pak ma gjanë rezonimin. Nuk je antar i Këshillit të Evropës. Aty është Serbia, Rusia, gjanë gjithë. Rusia s'është? Rusia s'është. Po Zvicra, këto shtete që janë BE. Po, okej, po. Dhe qohet një senator i asaj instance. Dhe thot, unë janë një raport skandalos për ashtim thoa që nuk qekë në Kosovën dhe duhet ta kryojmë një propozoj me u kryu. Pse mu alarmuna këtu, me ja kryu, nese me dali senator tjetër. Në shpak, konkretisht, nese me dali senator tjetër, a me ja kryu prap? Tepër jetu e thjeshtësu. Deklarim të ministrit Kurti, edhe kryetarit kuvendit Glauku Njuca, i cili thot, po, ka asociacion. Ka asociacion, ma jo dijet. Edhe Glauku Njuca ka deklarat publike, jo t'i the, unë thash nuk eksiston, nuk e di. Nëse ti e din, sa kryetar, a ka pas kryetar, sa ashtu, çfarë kompetenca, unë nuk e di. Askush nuk e din. Vetë menaxhimi i bjen një farforme autonomi për atë komunat veriore. Unë jam i pa aft me imagjinu tekstin që nuk është shkru. Por je pa ja aft e ki deklarat publike. Është shkruar. Është shkruar më